Nëse doni të mbroni zemrën tuaj, nuk duhet të hani kurrë këto ushqime. Patatet të skuqura. Patatet e skuqura janë ushqime të përshtatshme, të shpejta dhe të shijshme, por në të vërtetë ato janë të ngarkuara me shije artificiale, konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrit presionin e gjakut, duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose goditjet në tru. Salcice. Salcicet mund të duken si një zgjedhje e mençur dhe më e shëndetshme, por nuk janë. Në vend të kësaj, ky ushqim është plot me kalori, kripë dhe yndyrna të ngopura që rrisin nivelin e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Shumë proteina. Proteinat janë gjithashtu një domosdoshmëri për një zemër dhe një peshë të shëndetshme trupore, por njeriu duhet të zgjedhë llojin dhe sasinë e duhur në mënyrë që të mbajë një peshë trupore dhe zemër të shëndetshme gjithashtu.